Si në të gjitha repartet tjera brenda spitalit i Sagresta në Gjakov, edhe në repartin e maternitetit vazhdimisht është duke u punuar që të ofrohen shërbime sa më shumë profesionale. Doktoresha ginekologe Violeta Benishi bëri të ditur se në periudhën kohore 1 janar e deri më 30 prill 2026 në këtë repart janë regjistruar gjithsej 493 raste të lindjeve. Në një raport të doktoreshës citohet se 4 lindje janë regjistruar në mënyrë brat, 67 tjera në mënyrë partus stimulus drip, 169 lindje janë kryer me lindje cezariane, ndërkaq 253 nëna kanë lindur foshnjët e tyre në mënyrë spontane. Doktoresha utjeshtoi se nga 493 rastet, gratë shtatzëna kanë qenë banuese në lokacione të ndryshme dhe të gjitha janë trajtuar me prioritet me qëllim që i gjithë procesi të realizohet i suksesshëm dhe si lehonat ashtu dhe foshnjët të gëzojnë shëndet të plot. Doktoresha gjithashtu bëri të ditur në raport edhe për kohën e lindjes në periudhën e referuar, e që sipas saj 497 lindje kanë ndodhur në gjestacionin mes 37-41 javësh, ndërsa 2 lindje të tjera janë regjistruar në gjestacionin në mes 22 dhe 36 javësh. Referuar raportit në periudhën kohore të lartë cekur, nga 493 lindje, 278 gra shtatzëna kanë qenë nga komuna e Gjakovës, ndërkaq 215 të tjera nga vendbanime të ndryshme, madje edhe nga shteti shqiptar.